Jam arrestuar bashkë me babën edhe me 2 vëllezërit. Vllai i vogël ka qenë 15 vjeçar së kohë, edhe atë e liruan po atë ditë në mbrëmje, ndërka që vllaun tjetër, më të madh që është 2 vjet më i ri se unë, babën edhe mua na dërguan në stacionin e policisë në Prishtinë. Aty na dërguan në burg, në burg na kanë rrahur me njerë. Dhe na kanë rrahur të treve aty, taj koridori, dhe më futën në një dhomë ku vetë isha i rrahur, edhe krejt që ka mund shiha ishte shumë njerëz të tjerë të përgjakur, po ashtu, të rrahur, dhe se të kërkonin ujë, se zakonisht kur humb gjak, atëre të kap etja. Na priti një farë koridori i policëve, që ata e quajnë shpallerë, bashkë me të burgosëve të tjerë, dhe na futën aty. E moj mend se i kam pasur disa këpus që kanë qenë diçka midis çizmeve dhe këpusve, pa lidhsa. Dhe ka fundi, derisa më goditëshin, e unes që në pratë koridorin, ka fundi më ra një këpus, njëra prej këpusve. Edhe njëre prej policëve që më njohu aty, e morri këpusën time, edhe shkoj e vendosi atje në fillim koridorit. Masi kishin kalu këtë burgosin që me kalu në dhe njerë. Kalova në dhe njerë. Paviloni nëmër 4 në burg Lipjanit nuk kishte vendet lira. Babën edhe vllaun i qojnë në salë të gjimnastikës, ka qenë një salë dhe aty kanë qenë shumë burgosur. Ndërka që mu në një dhomë e cila ishte zyre, bashkë me 12 burgosur tjerë, kemi qenë 13 gjithsej, edhe e di se këpusa ime është 27 cm, edhe e di që ajo dhoma ka qenë 4,15 me 2,60. Dhe më thonë, 13 veta, kemi qenë në një dhomë si zyre, 4,15 me 2,60, një dritare, na ka ndodhur mu me 10 qershor që na thoshin e ata shti me mbush ujë në toalet jashtë me këta 2 bidona, edhe ti mendoje se po shkon me marrë me mush ujë edhe mu kthy, po ata bidona në fakt përdoreshin që kur ta humsh vetë dijen pas rrajës, ata gardian ta kthejnë edhe të fillon edhe një. Ka pasur shumë gardian në atë kohë të cilët kanë qenë të tmerrshëm, kanë luftuar gjatë ditës, na kanë rrahur natën. Në oborrin e burgut të Lipjanit ka qenë një kundrajror dhe prej oborrit të burgut me një zhurmë shurdhuse qëllonin avionët e NATO-s. Edhe e mbanin kundrajrorin aty në mënyrë që NATO-ja të mos i bombardojta. Në pavilionin 4 kanë vdekur 4 të burgosur për torturave. 3 më të moshuar, 1 më i ri, dhe di se njëri për tyre ka pasur ulqere në lukth, përjetoj gjakderë dhe të mërënshme dhe vdesh. Ka qenë një gardian me emrin Dragisha, e njoh po tashia, i cili vinte në qelin tonë, edhe thoshte, ju jeni 13 vetë, 13 që është numër fatkeq, apo vdes ti, këshilltar i Demasit, apo ti ushtari UÇK-s, cili mloku nga hani e lezit. Ka qenë me uniform, ka qenë në dhomë, edhe kjo veç do të thoshte që do të na rrahin të gjithëve, e ne të dyve më shumë se tjera. Njëri prej gardianëve, sot është në burg, është dënuar me 15 vjet për krimet luftës, që ka qenë pikrisht në Lipjan. Mu mas shumë të më kanë maltretuar me datën 10 qershor, atëhere kur këta do të duhej të tërhiqur, në natën ndërmjet 9 dhe 10 qershorit, pasi që përfundaj ajo, më futën në një qeli me dezerterët sërbë, në mënyrë që të mrahen edhe ata. Edhe ata filluan të mrahen. Dhe ata ishin ushtarë sërbë në qeli aty, unë edhe ashtu isha në tokë. Unë nuk isha fuqi që të shohëm, po ata më goditëshin përderisa isha. Interesant është se po të mos vinin autobuset e Nish Expressit deri në ora 10 kanë pasur të na vrasin me datën 10 qershor. Unë i kam dëgjuar vetë duke folur që po i presin deri në ora 10 autobusit të Nish Expressit që të na marrin si peng. Po aty e moj mend Selim Lokun kur i pat ardhur një letër nga gruaja.
Tash, unë po tregoj vojtjet e mia, po ka pafund njerëz që kanë vojtur më shumë në një dimension që unë s'e kam pas, për shembull. Cilin loku ka pas shumë fëmijë, shumë i varfër në Han Telezit. Gruaja e tij ja dërgon një letër, nëse s'gaboj ka pas veç 2 fjali. Fjalia e parë ka qenë mirë jena, pik, arën po e punoj me fëmijët. Në Pozharev, se harrova të them, dhoma ka qenë 7 metra me 11, 7 metra me 11, aty kemi qenë 103 burgos. 7 me 11. Edhe më e rënda, përveç maltretimeve, kështu, ka qenë era e rëndë. Aroma e keqe e njerëzve të plagosur, të cilëve për ju kalbëshin gjymtyrët. Aty më kujtohet i burgosur Bastiregja për Mitrovicës, një të burgosit për Gjakovës, nga koka janë nxirrte 10-15 krimba të bardhë. A ishte plagosur në kokë në Dubrovë. Edhe tash ishte shumë operacion i vështirë që të mos kputen për gjysmë ata krimba e kështu me radhë, sepse ai vdiske. Infekcione, hemorragji e kështu me radhë. Në 13 mars të vitit 2000, më kanë dënuar me 15 vjet burg, ndërka që neni ka qenë, me sa mbaj mend, 116, që më akuzonte për cenim të integritetit territorial të suverenitetit jugosllavisë, me të njëjtin nen me cilin të kishin dënuar edhe Wesley Clarkun, Bill Clintonin, Jacques Chiracun e kështu me radhë. Do thonë, me pa atë nen me dënuan. Edhe është interesante që mandej kur erdhi amnestia, këtë nen nuk e futën në amnesti, prandaj kam qëndruar më gjatë. Kur jam liruar unë me 7 vjetor të vitit 2001, kanë qenë vetëm edhe 201 burgosur në burg, dhe që të gjitha ta lirohen përfundimisht në mars të vitit 2002. Por është interesante që ne të burgosit e Pozharevsit që kemi qenë aty, dikur rreth 1 muaj kemi qenë në listat e zhdukurve, se nuk dihej ku kemi përfunduar. Edhe kjo është pas luftës. Kjo është sërish ai problemi i njëjtë që thash, se ka disa autobus me të burgosur që janë zhduk. S'ka vend një burg, s'ka vend as një burg tjetër, qëllon një barikadë paramilitare e cila e rrah edhe gardianin serb, që është pranë shoferit në autobus, edhe i vret ata të burgosur aty. Pra ka pas edhe aso rastesh.